shumë problematike madhe, shpesher e diskutuar ajo se fëmijët po flasin gjuhën angleze më parë se gjuhën shqipe, po flasin më mirë gjuhën angleze dhe ndërmjet veti flasin gjuhën angleze. Mirë, po harrojmë ndoshta edhe aspektin pozitiv të saj, sepse është gjuha më e folur në botë dhe me të është si pasaport në gjitha shteteve, dhe nga ana tjetër është bukur që të kemi fëmijë që nga moshat shumë të hershme ta flasin këtë si gjuhë, po mbi gjitha ta flasin rrjedhshëm. Për të folur mbi këtë temë në studio kam një fëmijë nxënës dhe një prinde. Në fakt prindën e kemi pasur këtu në studio në profile të ndryshme tjera me tema shumë më të rënda, po kësaj radhe do na flet pak më shumë për pozitën e prindit në këtë raportin gjuhë angleze, fëmijë gjuhë shqipe. Mirë po, fëmijën cilën e kemi këtu ose nxënësin që e kemi ka fituar edhe gara shumë të rëndësishme. Kështu që me mua në studio është Triumf Arifi. Mirëmëngjesi Triumf. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë që ti erdhe këtu, se keni ardhur nga Tetova për emisionin. Profesoresh, mirëmëngjesi, është Blerta Ahmeti me neve. Përshëndetje Era, kënaqësi që t'jem sot në një rast pak më ndryshe se sa herët e tjera dhe faleminderit për ftesën. Unë pikërisht në këtë drejtim do t'ua bëj një pyetje pak më vonë, po fillimisht me Triumfin. Ti ke fituar edhe vendin e parë në Spelling Bee contest apo në garat e shqiptimit të fjalëve në anglisht. Thuaj pak, si vendose që të hysh në këto gara, si ishte ai momenti që vendose, unë do marr pjesë në këto gara. Po, ishte, mund të them tërësisht shkrit e mësusja, do të thënë faleminderit mësusjen time të anglishtes, Liri Huseni, sepse ajo më zgjodhi që të marrë pjesë në gara. Gjithashtu edhe gara nuk ishin shumë edhe të lehta, sepse kërkonin shumë përkushtim për t'i mësuar fjalët dhe për të ushtruar shumë. Do të thënë, për raundin e parë u kërkonte vetëm që të mësoni materialin e klasave të pesta, ku ishte për rreth 300 fjalë. Kurse për raundin e dytë, ku ishin garat regionale, u kërkonte që të mësohen materialet jo vetëm të klasave të pesta, por edhe të klasave të 6, 7, 8 dhe por edhe të 9-tave, ku kishte gjithsej 1500 fjalë ose më shumë. Okej, edhe ti mësove edhe këto 1500 fjalë. Po më thuaj pak si mbajte me tërë ato 1500 fjalë? Po duke e ushtruar edhe kështu. Edhe duke punu fort në shtëpi. Si ke punu më thuaj, çfarë teknike ke zgjedhur për të punu? Ke shkrujt fjalët, i ke shqiptu? Po, për shembull, prindërit mi lexojshin fjalët edhe unë e shkruajsha fjalën. Edhe nëse kisha gabim, ato më korrigjoheshin, nëse jo, vazhdoheshim tek fjala tjetër. Për ta bërë qartë edhe për ata që po na e shohin Triumf, ju gara ka qenë duke i shkruar, ju i keni shkruar në dras fjalët, jo vetëm me gojë. Po. Më thuaj, ka qenë e rëndë sepse anglishtja për mua problemi më i madh kur unë kam qenë fëmijë ka qenë kjo, sepse e thu ndryshe fjalën, e shkruan komplet ndryshe. Po. Ka qenë e rëndë. Po. Profesoresh, si është ndjenja fillimisht, pavarësisht që ndoshta arritjet nuk do të ndalen në jetë, por këto janë kështu hapat e para, si është ndjenja si prind? Është një ndjenjë shumë e mirë, është në fakt një prej sukseseve të para që Triumfi edhe i oficializoi edhe me certifikat, pra u shpall edhe fituesi i parë i garave regionale në qytetin e Tetovës, pikërisht pra në Spelling Bee në anglishte. Ishte një ndjenjë shumë e mirë, ku e pam se në fund e tërë puna, mundi, përgatitja edhe u shpërblye. Dhe nga kjo besoj se edhe Triumfi e ka marrë edhe mësimin, ku e pa se në qoftë se punon, seriozisht e njëjta do të thënë shpërblehet. Besoj se këto janë hapat e para që fëmijët të cilët janë punëtor edhe i motivojnë për mëtutje dhe me të vërtet ishte një kënaqësi shumë e veçantë. E tani, unë thash pak më parë që shpeshherë ne flasim në aspekt pak negativ këtë që fëmijët nuk dinin shumë mirë shqip, po flasin shumë mirë anglisht. Thuaj pak ti sa ke kontakt me gjuhën angleze? Shef shumë filma, video në YouTube nga anglishtja? Po, shumica, po. I shoh në gjuhë angleze. Edhe s'ke problem për t'i kuptu fare? Jo, i kuptoj shumë mirë, po. Po lexon në anglisht? Jo, për të lexuar jo. Ende s'ke filluar të lexosh. Thuaj pak, ti cila klasë ishe Triumf? Isha klasa e 5. Edhe në klasën e 5, kështu me shokët, shoqet, në çfarë gjuhë preferoni të folni ndërmes vete? Shqip. Shqip gjithmonë. Edhe kjo është e bukur. Profesoresh, kur ka fillu Triumfi këto fjalët e para në anglisht, kontaktin e parë me gjuhën angleze? Po, dishta edhe të plotësoj pjesën që edhe përmendi Triumfi, dhe më thënë gjithmonë në familjen tonë ka qenë fokusi që fëmija ta mësoj fillimisht gjuhën amtare dhe pastaj normalisht edhe gjuhët e huaja dhe edhe në shtëpi, po gjithashtu edhe me shokët Triumfi
e potencoj edhe vetë se flet në gjuhën shqipe, për shkak se kam parë fenomenin që fëmijët mes vete flasin në gjuhë të huaj, veçanërisht në gjuhë angleze, dhe unë kam këmbgulur që kjo gjë mos të ndodh, për shkak se nëse mësohet në mënyrë të saktë një herë gjuha anëtare, pastaj më lehtë është që të mësohen edhe të gjitha gjuhët e huaja. Sa i përket gjuhës angleze, ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se është e pamundur që ti ikësh aksesit qoftë në televizor, apo edhe në rrjetet të ndryshme, apo në platformat të ndryshme që fëmijët tashmë i kanë në dorë, siç është edhe telefoni, ka filluar që në moshë shumë të vogël, mund të them, ndoshta nga mosha 3 vjeçare, 4 vjeçare, kur ka filluar që t'i shohë edhe filmat e ndryshëm vizatimor, janë me materiale shumë interesante, prandaj edhe ja kemi lëshuar që t'i sheh, atje ka filluar që t'i mësoj numrat, ndoshta fjalet e para, shkronjat e kështu me radhë, dhe më pastaj normalisht edhe në shkollë me përkushtimin e mësueseve të Triumfit, ai edhe ka përveçuar gjuhën tashmë në një nivel shumë të avancuar, për të cilën jam shumë krenare. Triumf, ti është dash të dish 300 fjalë për klasën në cilën je, mirë po për t'i fitu gara ti ke mësu 1500 fjalë. Më thuaj tash e ke më të lehtë ti kalosh testet në shkollë? Po, mund të them se po se përveçova gjuhën edhe më shumë, mësova fjalë të reja dhe gjuhën e flas ende më mirë. Gramatika apo fjalët janë më të rënda? Cila është më e rëndë për ty në gjuhën angleze? Gramatika. Gramatika e ka shumë të komplikuar gramatikën. Është pothuajse si gjuha shqipe me gramatikën. Po, ashtu është era bile gjatë ushtrimeve të cilat i kemi realizuar, veçanërisht domethënë për garat regionale të cilat u mbajtën në prill, pasi kaloi edhe raundi i parë, duhet të përgatitemi për materialin të gjitha klasave, jo vetëm të 5-tave, edhe të 6-tave deri në klasën e 9. Ishte një sfidë jo vetëm për nxënësit, po besoj edhe për ne prindërit, po edhe për arsimtarët, për shkak se kishte shumë fjalë të komplikuara, ne gjithë e dimë se gjuha angleze nuk ka një rregull, për shembull si gjuha shqipe, ashtu siç lexohet edhe të shkruhet, po dikundi përdoren 2 t-ja, dikundi 2 s-ja, c-ja, q-ja, kështu me radhë. Pra ka qenë edhe një sfidë edhe për ne prindërit, të cilët edhe kemi mësuar shumë fjalë të reja nga kjo garë definitivisht. Mirëpo ju lumt të gjithë atyre pjesëmarrësve, të cilët e sfiduan vetveten dhe i mësuan të gjitha këto, sepse ka qenë një garë me vërtet shumë e ngushtë. Definitivisht, vetëm mund ta imagjinoj tërat punë që është bë për këto 1500 fjalë. Kishe stres në ato momentet e fundit kur ishin fjalët për të shkruar? Gjatë garës nuk kisha, për kur më bëritëm në fund, ato kush dhe marrë vendin e parë, vendin e dytë, atëherë pak kisha stres. Edhe si ishte ndjenja kur ty të shpallën fitues të vendit parë? Shumë gëzova. Nuk mendova se mund ta marrë vendin e parë, po e parë se mundesh. Dhe kjo është në fakt shumë e bukur, sepse gjithmonë është edhe një paragjykim tjetër që themi që vajzat mësojnë më shumë se sa djemt, ose djemt ndoshta duke u marrë me aktivitete jashtë dhe lën pak mësimin, dhe Triumfi është një shembull shumë i mirë për gjeneratat e veta, mirë po edhe për më të mëdhenjt. Po, edhe kjo, mirë po gjithashtu duhet potencoj edhe pjesën se ka ushtruar në mënyrë sistematike. Për shkak se kishte edhe shumë garues të tjerë, të cilat e njohin gjuhën angleze, mirë po sikur e kishin neglizhuar faktin se duhet të ushtrohen të gjitha fjalët. Dhe aty e pan se edhe dështuan, për shkak se vetëm një fjalë apo Triumf, vetëm një shkronjë nëse e gaboj, ose edhe nëse e fshije në moment nëse e gaboj, automatikisht diskualifikohesh nga gara. Pra nuk ka qenë toleruar as edhe një lëshim i vetëm. Sa orë ke ushtruar në ditë Triumf? Minimum 1 orë. Minimum 1 orë. Unë e mendoj se sa tortur ka qenë kështu, ndoshta tulesh, mirë po është përbly. Më thoj pak, cila ka qenë fjala më e lehtë për ta mësuar, mirë po edhe më e rënda për ta mësuar? Po tash kishte shumë, të lehta kishte shumë, por edhe të rënda kishte shumë, por njëra nga fjalët që shumica prej shokëve që më thanë se kishin bërë gabim ishte fjala nashës. Okej, a mundesh më na spellu tani, a e mban mend? Po. N-A-U-S-E-O-U-S. Fjala nashës, në fakt edhe shqiptimi është i rënd i kësaj fjale, e le më të shkruarit e fjales. Profesorish, juve shumë shpesh ju kam pas këtu në studio, jo vetëm në ditë e re, por edhe më gjerë, për tema të rënda. Kemi folur si për krime, për delikte, si është jeni në profilin e prindit? Është krejtësisht një rol tjetër në pozitën ku jam sot,
Po gjithsesi janë temat nga të cilat fëmijët tanë edhe nuk janë imun, për shkak se ne këto tema i flasim edhe në shtëpi dhe them drejtën Triumfi nga tashmë e din delikuencën e të miturve dhe temat e ndryshme që lidhen me të miturit. Siç e dini, ne kemi në afërsi të qytetit Tetovës edhe shtëpinë edukuese përmirësuese në Vollkovi dhe sa herë që shkojmë gjatë weekendeve në një restoran që është aty afër, vetë se më fëmijët e mi e kanë mësuar sa është kozgjatja e fëmijëve që qëndrojnë atje. Mirëpo të gjitha këto tema, këto i mësojnë si shembull që nuk do të duhej që ti bënin dhe kjo është ajo që lidhet me profesionin. Triumf, tu di edhe ti jurist, sepse kemi një mani në juristët, o fëmijët dalin jurista, o te mjekët dalin mjek, te muzicientët muzicient, edhe ti juridikun? Po se di, mund. Në më thënë, ende nuk e din se çfarë do të bëhesh kur të rritesh. Okej, ka kohë për të mendu. Unë kam kuptu pak që ke edhe shumë hobi, kështu shumë gjëra me cilat mirësh ti në kohën tënde të lirë. Cilat janë ato aktivitete na i thuaj pak? Po, gjatë kohës së lirë, unë edhe merrem me lexim, lexim shqip. Lexoj shumë libra të ndryshme, me tema të ndryshme, interesante. Lexoj për shembull libra të lidhura me astronomi, enciklopedi me tema të përgjithshme, romane, me personazhe botërore të njohura, e shqiptare etj. Por përveç librave, merrem edhe me futboll. Futbollin si sport e kam shumë qejf, e luaj dhe jam antar i klubit Kafa Dardanat. Gjithashtu edhe shahun e kam shumë qejf, por në dimër edhe skijoj në kodrën e diellit, po ashtu edhe notimin e kam qejf. Do më thënë, me i numru gjitha këto, nuk na mjafton një dorë me gjitha aktivitetet që i bën Triumfi, po cilën nga këto e do mësë shumë të ti? Futbollin. Është kështu e ditur sporti në fillim është. Futbollin përveç se luan, që në moshë shumë të vogël, edhe është tifoz i madh i një prej klubeve të futbollit, që mund ta thotë edhe Triumfi, kështu që nuk lëshon as edhe një lojë vetme pa mos e ndjek. Triumf unë nuk marrë shumë nga futbolli, mirë po kur më pyetnin gjithmonë a je me Realin, a me Barcelonën, unë me Barcelonën kam qenë, po nuk e di pse. Se nuk kam ndjek asnjëherë futboll, po qenë kemi me të njëjtën skuadër. Më thuaj pak ti lexon shumë, çfarë preferon më shumë të lexosh? Cilat roman, çka ke ndoshta romanin tënd të preferuar? Po, siç thash, jo nuk i lexoj secila libra, por ato që janë pakës më tërheqës. Lexoj libra, si thash, romanet, por edhe që janë të lidhura me astronomi, ose me personazhet e njohura botëror, siç thash, a mund të them disa tituj. Për shembull, kam lexuar librin e Terezës Kalkutës, kam lexuar librin e Nikola Teslës, Albert Einsteinit dhe Arkitekt Sinanit. Gjithashtu kam edhe disa enciklopedi të lidhura në temë me astronomi dhe kam disa romane. Ajo që më pëlqen më shumë është Presidenti i Planetit të Kuq, sepse flet për një aventurë shumë interesant, por edhe është e lidhur me astronomi. Më thuaj, çfarë të tërheq kaq shumë te astronomia? Po më duket interesant se mësosh se çka ke përreth theja, kuptosh? Për shembull, për shumë nga ne, unë që nuk lexoj shumë në astronomi, gjithësia është shumë me pikpyetje, shumë e panjohur. Profesor, sa keni mësuar ju nga Triumfi për gjithësinë? Unë kam mësuar aq shumë sa që edhe kemi bler një teleskop. Kemi një teleskop në shtëpi dhe zakonisht gjatë sezonit të verës, kur është koha edhe më e kthjellët, dalim në mbrëmje dhe shohim planete të ndryshme. Deri tani kemi parë Triumf Jupiterin, përveç Hanës, që e kemi më afër dhe mund ta vështrojmë nga afër, me të vërtetë është një mrekulli, por kemi arritur që të shohim edhe 2 planete. Kështu që Triumfin kam mësuar shumë për universin. Kam parë edhe disa tjera, do të thënë Saturnin, Venerën edhe Marsin. Ose në cilit ka pëlqyer më shumë ti kështu nga dukja? Ne nuk mund ta shohim detaje me teleskop, po më shumë ka pëlqyer Saturni. Sepse prej në teleskop duket sikur ka unaza përreth. Pa ka unaza Saturni? Nuk ka, por ka shumë pluhur dhe shumë kometa edhe asteroide, dhe thënë hëna që e rrethojnë janë shumë të vogla, por janë shumë me shumicë që prej lart nuk diktohen njëra prej tjetrës. Por duket sikur janë
një përbërje, një unas. Unë kur kam lexu pak këto libra që janë për fëmijë, atëherë thuashte që Plutoni është përjashtuar nga sistemi diellor sepse është shumë larg. Dhe mua më vjen të keq, kështu që një planet e kemi heq. Ashtu. Nuk është një si që kemi mësuar ne më herët në shkollë, tash është një planet apo më pak Triumf. Po. Si të duket dielli ty? Për mua më duket shumë diçka e nxehtë, shumë e madhe. Po, me të vërtet, është shumë e madhe në krahasim me tokën edhe planetet, por në krahasim me yjet tjera është mesatare ose mund të themi e vogël. S'të lën shumë përshtypje. Po, në krahasim me yjet tjera. Do udhtoje ndonjëherë në gjithësi me ato raketat e mëdha të NASA-s ose të kompanive tjera? Po, nëse kam mundësi dhe fluturoj. Po pse unë ndjej pak sikur të kishë Triumfin do e kemi ndonjë astronaut, kozmonaut, diçka të tillë. Pse jo? Beson se kemi shiquar njëherë edhe programe studimore, domethënë gjatë kohës tonë të lirë, hapam dhe pam në cilët universitete botërore ofroheshin studime ku mund edhe të zgjidhte edhe për astronomi, kështu që nuk i dihet. Triumfi ka të gjitha mundësitë e hapura, nuk do të ketë asesi imponime, më mirë është që të zgjedhë një drejtim i cili do të ketë edhe perspektivë në të ardhmen. Definitivist. Shahu. Sa je i mirë në shah? Po nuk mund të them se jam më i miri, ama ti shumë mirë ta luaj. Ke mund dikë kështu prej më të mëdhejve, prindrit ose familjarët? Prindrit për herë i fitë. Edhe e lëshojnë prindrit ose me të vërtet humbin prindrit? Jo, me të vërtet humbin. Jo, me të vërtet humbin, por më ka mësuar shumë rregulla të reja, të them të drejtën për shahun, sepse nuk e kam njohur më herët si sport. Në Tetov kemi një klub të shahut, ku domethënë tash e kemi si plan që edhe të shkoj dhe ta antarësoj Triumfin, është një dëshirë që ai e ka shprehur, kështu që sapo të gjejmë një kohë të lirë prej krejt këtyre angazhimeve do ta angazhoj atje. Ke ndonjë figurë që të pëlqen më shumë? Unë Mbretresha më pëlqen më shumë ti. Edhe ty përse? Po pse është si pjesë më e forta, se bën edhe lëvizje më shumë edhe me poena. Është më shumë poena dhe është më e fortë, llogaritet si pjesa më e fortë në lojë. Po e ke pyet ndonjëherë veten se si mundet që ajo figura më e rëndësishme është mbreti? Mbreti ka më paku lëvizje që mundet me bë dhe gjithmonë mbrohet nga figura tjera. Po tash ashtu është loja, edhe nuk mund të them. Ndonjëherë edhe në jetë kemi ato funksione. Po, pikërisht. Ashtu është. Triumfa, më thoj pak, sa është e bukur që të kesh gjithë këto mundësi, si një fëmijë klasës 5, po të njohësh kaq shumë sfera? Po, nuk mund të them se është keq, është shumë mirë, sepse kohën e lirë nuk e kaloj, nuk mund ta kaloj pa me bë asgjë. Domethënë, çdo herë kam një aktivitet dhe një zgjidhje me ta kaloj kohën. Dhe kjo është shumë e bukur në fakt, profesorisht, sepse kemi folë gjithmonë që është sjellje deviante mund vinë edhe si mungesë e aktiviteteve për të bërë. Sa është e rëndë për prindrit që ti mbajnë të këto fëmijët në gjitha këto aktivitete? Besoj se është e vështirë, duhet gjithmonë që ta organizojmë kohën tonë, qoftë orarin në punë, që të kemi mundësi që edhe ti dërgojmë fëmijët edhe ti sjellim nga aktivitete ndryshme, por nuk është e pamundur me një organizim shumë të mirë të kohës, të gjitha këto gjëra arrihen, pikërisht për atë edhe që kemi folur, koha e lirë e fëmijëve është shumë e rëndësishme, edhe për ardhmërinë e tyre, po veçanërisht në këtë fazë edhe për zhvillimin e tyre. Prandaj nëse ata e mbushin këtë kohë, normalisht gjithmonë me mbështetjen e prindërve në këtë rast, në mënyrë kualitative, do ta kenë shumë më lehtë që të krijojnë edhe një ardhmëri të shëndetshme. Çdo fëmijë ka interesa të ndryshëm, është detyrë prindërve ndoshta po edhe institucioneve, siç është edhe shkolla, që t'i gjejnë ato talente që i kanë fëmijët, ato prirje që i kanë dhe pikërisht në ato sfera edhe t'i kanalizojnë që të munden energjinë e tyre ta shfryjnë aty. Kemi mundësi të ndryshme, për shembull gjatë dimrit kemi në Kodrën e Diellit ku Triumfi tashmë disa vite edhe skion atje, gjithashtu kanë mundësi që të merren me sporte të ndryshme, me not, siç e përmendi edhe me futbollin, por që mos e anashkalojmë pjesën që edhe dalin pak edhe me shokët që të luajnë në lagje, dhe ajo është një pjesë e rëndësishme që të ngelet shumë pak kohë për ta përdorur telefonin, nga i cili nuk është se nuk mund të me thënë që t'ikim plotësisht. Definitivist, ajo prej sfidave më moderne të prindërve. Kalon shumë kohë në telefon Triumfi ose në tablet? Nuk kaloj shumë kohë, jo.
Mendoj që ajo aq shumë stimulon fëmijët sa që ndonjëherë gjëra tjera janë më të bukura. Triumf, jemi drejt fundit të bisedës tonë bashkë. Unë kisha shumë kënaqësi që të kisha aty në studio. Thuaj pak, ti kthehemi pak anglishtes. Çfarë mesazhi do t'ju jep që atyre moshatarëve tu që ndoshta aq shumë e kanë mërzit ta mësojnë anglishten për shkak këtyre jo rregullave që i ka? Mendoj se vetëm ta mësosh ta folësh është një arritje e madhe, sepse ku të shkosh në botë të duhet. Do me thënë, gjithmonë duhet, nëse nuk e dish gjuhën e atij shteti, mund lirisht të flasish anglisht. Definitivisht, edhe ti besoj anglishten e flet gjithkund që shkoni ju. Po, dhe kjo është një përparësi edhe për ne prindët në kohën e sotme, për shkak se në të kaluarën për shembull prindërit tanë dhe na kanë dërguar në kurse të ndryshme që ta mësonin gjuhën angleze, kurse një lehtësim për ne është që fëmijët tanë tashmë e kanë mësuar dhe janë në këtë rast dëshmohet se teknologjia i ka ato anët e saj pozitive, por që sot fëmijët mësojnë edhe gjuhë të tjera. Për shembull, kemi një platformë që është Duolingo, që Triumfi e ka përdorur një periudhë të gjatë, jo për ta mësuar gjuhën angleze, sepse atë më e konsiderojmë se e ka të përvetësuar, ka shprehur interes që të mësoj gjuhën spanjolle, dhe është një shembull se si telefoni apo teknologjia mund të përdoret edhe për të mësuar, për të shtuar diturinë dhe për të zhvilluar të rit. Ke mësu fjalë në gjuhën spanjolle? Po, pak, sa për të komunikuar, po. Më thuaj ndonjëse unë si ja kam haberin nga gjuha spanjolle. Como esta? Kjo çaj bjem? Kjo si e. Si e, faleminderit. Unë Duolingo e përdori për gjuhën turke, sepse unë e di gjuhën turke, mirë po s'di rregulla gramatikore nga gjuha turke, kështu që mjaf një platformë shumë e mirë. Po, definitivisht. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e studios sonë, edhe Triumfun e di që do të kemi ty në studio këtu erë dhe herat e ardhshme me arritjet tua të ardhshme. Po, okay. Faleminderit Era, ishte kënaqësi.